Si ta zbuloj passwordin e të dashurës time? Si të shoh se me kë flet në WhatsApp? Këto janë mesazhe që ne të Geek Room i marrim shpesh. Janë pyetje që për dikë janë normale, por që në fakt tregojnë një problem: dhunën digjitale. 41% e grave shqiptare aktive në internet kanë përjetuar gjatë jetës së tyre një nga format e dhunës përmes teknologjisë. Por ajo që nis në rrjet përfundon në jetë. Ndaj, me që jemi në 16 ditët e aktivizimit, Geek Room ndan me ju 5 këshilla konkrete se si të mbrohesh online. Përdor fjalëkalime të forta dhe të veçanta për çdo llogari dhe aktivizo gjithmonë autentifikimin me 2 faktor. Mos ndaj online dokumente me informacione personale. Çaktivizo vendodhjen në kohë reale. Nëse dhuna ka ndodhur, dokumento gjithçka. Bëj screenshot të të gjitha mesazheve dhe kërcënimeve, përfshir datat dhe emrat e përdoruesve. Gjithmonë njofto personat e afërt dhe mos harro se nuk është faji yt. Ne të gjithë kemi përgjegjësinë për të ndërtuar një kulturë të sigurt dhe respektuese në hapësirat online. Prandaj nuk ka asnjë justifikim për dhunën në internet.